Po, sa ndikon stresi, dieta, stili jetës në fertilitetin e grave sot? Po, dieta strikte edhe humbja e peshës për një kohë të shkurt ndikon shumë në çrregullimin e ciklit. Edhe, domethënë, mungesën e ciklit një kohë të gjatë. Përmenden edhe në libër amenorea gjata në llogore, si pasojë e mos ushqyeshmërisë edhe stresit. Edhe shpesh herë këto i vrejmë zakonisht të vajza që janë shumë ambicioze, që shumë mësojnë, edhe pak ma nevrike. Ndodhë që vjen te mungesa e ciklit për 2 muaj, 3 muaj, nonat janë brengosur, na i sjellin, edhe atër shpesh me bashkëbisedime, me bindje, që nuk bën ashtu, duhet pak me pas kujdes edhe për vetin. Fillim na e provokojmë ciklin me terapi, mandej me këshilla i bindim që diçka duhet me ndryshu. Mandej nisin mu kompleksu.